Ju përshëndes, nuk e di pa të lajmet apo jo, por doja të diskutoja për sa i përket ngjarjes së rëndë që ka ndodhur në Modena. Një marokin ka përplasur kalimtarët me makinë. 8 të dëmtuar dhe 4 prej tyre shumë rëndë. Një grua po lufton me vdekjen dhe unë doja që ta diskutonim sepse pse nuk flitet për shqiptarët të bëjnë akte të tilla. Është një akt i rëndë. Doja ta diskutoja sepse ky djalë nga Maroku, përveç se marokinët në përgjithësi nuk e dini apo jo, por janë kryesisht nuk punojnë. Nuk punojnë dhe nuk kanë dëshirë fare të punojnë, ose nëse punojnë, pjesërisht bëjnë punë do si do. Një përqindje shumë e madhe prej tyre vetëm shesin. Me fjalë janë biznesmen që shesin gjëra, shesin produkte, nuk e di keni para apo jo, disa trokasin nëpër dyer që të shesin, disa i gjenin nëpër merkato e tjerë. Dhe ky, duke qenë një djalë 31 vjeçar, ky djali kishte studiuar. Me fjalë ka studiuar, është i diplomuar dhe nuk e kuptoi pse këtë akt. Edhe ndonse këtu në Itali nuk e kanë akuzuar për terrorizëm. Por unë mendoj që ka diçka shumë të rëndë poshtë dhe do t'ja them se përse. Pse mendoj kështu? Sepse do t'ju them diçka. Pse të huajt për shembull nuk bëjnë këto që i bëjnë këtu, t'i bëjnë edhe në vendin e tyre? Për çfarë arsye? Këtu kërkojnë drejtësi, kërkojnë liri, kur vinë nga një vend që nuk kanë drejtësi dhe nuk kanë liri. Ju çfarë mendimi keni? Për shembull, është njësoj sikur ne shqiptarët erdhëm dje kemi ardhur, sepse ka kaluar vetëm 30 vjet. Dhe na duket sot, disave u duket sikur jemi italian. Nuk jemi kurrë italian, sepse do t'ja u them se përse. Kush ka pasaporta, çdo lloj pasaporte që të keni, po ta shikoni aty, thot çfarë shteti je. Nuk thot, me fjalë thot çfarë shteti je dhe çfarë komsie ke. Pra, janë dy gjëra të ndara, sepse nuk je asnjëherë i një vendi, por je mysafir. Dhe kjo ndodh në të gjitha shtetet. Dhe po thoshja, nëse ne që erdhëm dje, pretendojmë sot që gjëja ne kemi 30 vjet, ne kemi 40, ne kemi 10 vjet apo një vit, s'ka lidhje fare. Sepse është toka e dikujt, është vendi i dikujt. Dhe unë besoj që secili duhet ta mendoj këtë, mos ta harroj kurrë se nga vjen. Dhe ky akti, gjesti që bëri ky 31 vjeçari është shumë i rëndë. Është shumë i rëndë, njësoj sikur të shkosh tek shtëpia e tij, të shkoj një italian, për shembull, ta marrim kështu. Ngrihet një italian, merr makinën dhe përplas nënën e tij. Siç e përplasi ai këtë grua që ishte, ajo po ikte bashkë me të shoqin të bënin të psonisnin, me fjalë të merrnin ndonjë gjë në supermarket. Gjuna i madh. Pse? Është njësoj sikur një italian të shkoj tani, i biri i kësaj, të shkoj tek shtëpia e këtij marokinit, edhe t'ia fusi të përplasi nënën e tij bashkë me familjarët. Çfarë do bënte ai? Ju si thoni? Pra e njëjta gjë. Tani normal që njeriu edhe çmendet dhe mund të ketë patur në një moment raptus njeriu, por pikërisht ky marokini, lexova shumë, të paktën nga lajmet siç thon, nuk ka patur asnjë problem. Thuhet që ishte një nga studentët më të mirë. Pra çfarë i ndodhi këtij? Unë them që kryesisht janë pikërisht lajmet. Lajmet dhe çfarë flitet. Disa janë antisemitistë, disa janë anti-arab, disa janë anti-çfarë them unë, për çdo gjë dhe të gjitha këto së bashku krijojnë një kompleksitet në mendjen e të gjithëve. Tani, duke u futur në mes edhe besimi, edhe shoqëria, edhe televizioni, të gjitha këto, unë mendoj që krijojnë probleme. Ju si thoni? Mund të jetë kjo që i ka krijuar këtë kompleksitet që shkon dhe godet njerëzit kot më kot në rrugë. Dje, pra, ky u fut me makinë dhe në mes të bulevardit dhe donte që t'i vriste që të gjithë ata që ishin aty. Ishin rreth 11-12 veta, njerëz nga krahu i djath në një rrugë kryesore në Modena, dhe 1-2-3 nga ana tjetër. Ai shkoi këtej ku kishte më shumë që t'i kapte që të gjithë. Në fakt, i vuri marshin e pestë, gaz makinës dhe
shkoj që t'i vriste. Të parën që ishte aty ishte kjo gruaja që ju thash më përpara me të shoqin e saj, kështu që përplasi keq. Dhe fal njërit, një italiani që ai e ndaloi. E ndaloi, por i dha dhe ndihmën e shpejtë kësaj gruaje, se ndryshe thuhet që ajo është në gjendje shumë të keqe, ndoshta nuk jeton më, nuk e di, por është në gjendje shumë të keqe, po thosha. Dhe ky italiani, ky që e ndaloi, i dha ndihmën e shpejtë dhe i tha se si duhet të sillej. Me fjalë që mos të lëvizte, morën ndihmën e shpejtë, erdhën dhe i shtruan gjithë në spital. Thashë 8 të plagosur, 4 prej tyre në gjendje shumë të rëndë, ku më duket 2 po luftojnë për vdekjen. Dhe me vdekjen. Dhe doja të thoshe që është një situatë drastike. Pse? Sepse të bën që ti të studiosh, pra erdhe në Itali, të bën që të studiosh dhe të shkollohesh, të jep mundësi që ti të mos të vazhdosh të jetosh në mjerim si jetoje deri dje, qoftë në Shqipëri, në Marok, apo në një vend tjetër. Dhe t'japin mundësi, nuk ta dha mundësin bota, nuk ta jep mundësin bota, nuk i pëlqet fare botës, por po ta jep Italia. Pra ti gjendesh në Itali njësoj sikur të tjerët, për shembull që dëgjojnë këtë video që janë në Zvicër, Gjermani apo ku ta di unë. Për shembull, unë kam vërej që në Francë, Gjermani, kryesisht në Gjermani, shqiptarët janë shumë të rregullt. Janë tamam si gjermanët. Dhe kur janë, për shembull, vinë në Itali apo shkojnë në Shqipëri, shikoj si sillen në mënyrë korrekte. Pra shqiptari është asimiluar, është asimiluar, kurse të tjerët këta marokinët e kanë shumë të vështirë. Pse? Ju çfarë mendimi keni? Dhe tjetra, ka një pothuajse 1% të madhe të këtyre marokinëve që këta nuk lënë, për shembull, fëmijët e tyre të shoqërohen me italianët. Po priste, ti ke ardhur në Itali, pse ke ardhur në Itali? Shko në Marok, rri në Marok. Mos hajde. Nuk e kam me ata, nuk e di kuptoni apo, nuk e kam me, por njeriu duhet të mendojë. Duhet të mendoj sepse ti jeton këtu, dreqemori, është logjike. Nuk mundesh ti të ndryshosh ligjet e vendit, pra ligjet e italianëve. Nuk je ti që i ndryshon, janë ata që i ndryshojnë dhe ti duhet të adoptohesh me këto ligje, pra që ti jetosh aty. Ndryshe, merr familje dhe ik. Vurare para ca kohësh që flisnin shumë në për rrjetet sociale, sepse doli kjo vajza marokene që është tek Kanale 5, tek Striscia la Notizia. Padyshim ju që gjenden në Itali e njihni, nuk më kujtoj se si e ka emrin, ajo goca që bën te Striscia la Notizia lururu gjithmonë. Dhe ajo bënte disa intervista, kaloi një kohë, 3-4 muaj, pastaj e ndaluan, sepse filluan që të kuptoheshin se kishte shumë njerëz, pra të këtyre familje marokine që dhe vendet tjera arabe, që i mbajnë fëmijët e tyre brenda 4 mureve. Bile disa nuk i çonin në shkolla, fare. Punonte vetëm babai me nënën, bile nëna vetëm gjëra kështu për brenda tyre, por jo babai, sepse nuk e lindte babai vende se takonte burrat e tjerë. Me fjalë, punonte burrat, nuk duhet punonte burrat. Po shko pra jeton në Marok, pse duhet të jetosh në Itali? Këtë se kuptoj. Ose një pjesë e madhe e tyre, këtë nuk pim alkool, nuk shkojmë për shembull në vendet kur bëhen spektakle, këto janë të djallit, pastaj ligjet që keni ju janë racizëm. Po mirë, në qoftë se nuk të pëlqen, në qoftë se të gjitha këto janë kundër atyre mendimeve të tua ose ideve që ti mendon që nuk e realizojnë projektin e jetës tënde, shko, lere. Dhe doja ta diskutoj me ju pikërisht për këtë, sepse diskutimet e përbashkëta padyshim do të na informojnë, por më shumë, nesër pas nesër do të dim që si të komunikojmë me këta njerëz, sepse unë kam vërej që edhe pse ka kaluar shumë kohë, këta vazhdojnë një pjesë prej tyre, vazhdojnë akoma të jetojnë në Marok. Ndonse janë në Itali, jetojnë në Marok. Mënyrën e të ngrënit, mënyrën e të veshurit, mënyrën e të qortuarit apo të ndëjturit me familjarët e tyre, me shokët dhe miqt, dhe mënyrën e të paraqiturit. Nuk e di e pata apo tek
Rete 4 në këtë programin e këtij gazetarit që jarova emrin tani, që dollën disa marokin dhe disa janë maranza, disa këngëtar që janë këtu. Bile një nga këta që është marokin, është këngëtar, ka arritur shifra maramense sepse investojnë, pra të tjerë investojnë në këta që të këndoj. Padyshim nuk është asnjë problem të këndoj si të doj ai, por duke marrë gjitha këto të ardhura financiare, duke marrë gjithë të mbështetje, pse duhet të sillesh në atë mënyrë si sillej ai këngëtari aty, nuk e di e pat apo jo. Pra doja ta diskutoja pikërisht për këtë, sepse vazhdojnë ende sot disa që kanë në mendje disa ligje ose disa forma të jetuarit si në ëndra. Duhet pa e ndarë pra diferencën që të ndaj mes vendit të tij ku ishte atje dhe Italisë, por pretendon. Dhe pretendimi unë mendoj që nuk na përket, sepse jemi mysafir, të paktën kështu mendoj unë. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni ju. Më thoni. Hajde, natën e mirë.